Pesoria. Kjo e prëmte pesore të vendosë në qendër të vëmendjes. Sharmi yt natyralës më i fortë zakonisht dhe njerëzit ndjen të tërhequr nga energjia, buzëqeshja dhe mënyra jote e komunikimit. Është një ditë ideale për të krijuar njohje të reja, për të zgjeruar rrethin shoqëror ose për të ndërtuar kontakte të rëndësishme në aspektin profesional. Nëse je në punë, një bisedë thjesht mund të hap dyert për bashkëpunime të reja ose mundësi interesante në të ardhmen. Në jetën personale nuk përjashtohet mundësia të takosh një person që mund të bëhet një mik shumë i afërt ose dikush që zgjon interes romantik. Mbaje sytë dhe zemrën hapur sepse surprizat e bukura janë pranë teje. Megjithatë, ndërsa dita shkon drejt fundit, do të ndjesh nevojën të largohesh pak nga zhurma dhe angazhimet sociale, edhe pse të pëlqen të jesh mes njerëzve. Kjo kërkon më shumë energji nga ana jote. Me ndikimin e hënës në Virgjëresh, mbrëmja është perfekte për qetësi, reflektim dhe pushim. Fike telefonin për pak orë, shikoj një film që ke dashur prej kohës, ose lexo librin që të ka mbetur në raft, pa u hapur. Këto momente do të ndihmojnë të rikuperosh energjinë dhe të vendosësh mendimet në rregull. Këto të premte yjet të kujtojnë se është e rëndësishme të gjesh ekuilibrin mes jetës sociale dhe kohës që i kushton vetes. Kur kujdesesh për paqen tënde të brendshme, je në gjendje të shkëlqesh edhe më shumë në marrëdhëniet me të tjerët. Akrepi. Kjo e prëmte sjell një energji shumë të favorshme për karrierën e ambicet e tua, Akrep. Hëna në luan, ndriçon sektorin e punës dhe të reputacionit, duke të vendosur në një pozicion ku talenti dhe përkushtimi yt nuk kalojnë pa u vënë re. Nëse ke një ide që e ke mbajtur për vete ose një projekt që pret momentin e dur, sot është koha për ta prezantuar me besim. Mos ke frikë të marrësh drejtimin në një situate, njerëzit e shohin se seriozitetin dhe punën që ke bërë deri tani, ndaj do të jenë më të gatshëm të dëgjojnë mendimin tënd dhe të ndjekin udhëzimet e tua. Ky është një moment i mirë për të treguar aftësitë e tua drejtuese dhe për të fituar respektin që meriton. Nësa mbrëmja afrohet dhe hëna kalon në Virgjëresh, mendja jote bëhet edhe më analitike. Do ta kesh më të lehtë të gjesh zgjidhje për problemet që të kanë që shqetësuar kohët e fundit. Edhe çështjet që dukeshin të ndërlikuara mund të marrin një drejtim të ri, fal intuitës dhe logjikës tënde. Mos lejoj që dyshimet ndaj vetes të pengojnë. Ti ke përvojën, forcën dhe zgjuarsinë për të udhëhequr me sukses. Besoj instiktit tënd dhe mos e nënvlerëson ndikimin pozitiv që mund të kesh te të tjerët. Në fund të ditës do të kuptosh se kur vepron me vendosmëri dhe besim, mund të arrish më shumë tepër nga sa ke menduar. Kjo është dita për të dalë në pa dhe për të treguar se je gati për sfida dhe përgjegjësi më të mëdha. Shigjetari. Kjo e prëmte shigjetar, të vendos përballë një vendimi që e ke shtyr prej kohës. Mund të jetë një çështje që lidhet me punën, një marrëdhënie, një ndryshim personal ose një plan për të ardhmen. Çfarë do të jetë, yjet tregojnë se nuk mund ta shmangësh më. Ka ardhur momenti të përballesh me të dhe të zgjedhësh drejtimin që dëshiron të ndjekësh. Gjatë ditës, merr kohë për të reflektuar me qetësi. Nëse ndihesh i pasigurt, shkruaj avantazhet dhe disavantazhet e secilës mundësi. Megjithatë, them brenda vetes, më shumë gjasa ti e ditash më përgjigjen. Problemi nuk është mungesa e qartësisë, por frika për të pranuar të që zemra jote po thot. Mos lejo që mendimet ose reagimet e të tjerëve të ndikojnë në zgjedhjen tënde. Gjithmonë do të ketë njerëz që japin këshilla, do të gjykojnë ose do të kenë pritshmëri të ndryshme. Por kjo është jeta jote dhe vetëm ti do të jetosh me pasojat e vendimeve që merr. Në dashuri apo çështje personale, beso më shumë te vetja dhe te intuita jote. Kur ndjek atë që ndjen, si të drejtë rruga bëhet më e qartë dhe më e lehtë për të përshkruar. Edhe nëse vendimi sjell ndryshime të mëdha, ato mund të jenë pikërisht ato që të duhen për të ecur përpara. Këtë ditë yjet të kujtojnë se guzimi nuk do të thotë të mos kesh frikë, por të veprosh pavarësisht saj. Besoj zemrës sate, merr vendimin që ke shtyr dhe ec përpara me besim. Universi mbështet ata që zgjedhin të jenë të sinqertë me veten e tyre. Bricjapi. Kjo e premte është pikërisht lloji i ditës që të përshtatet më së miri bricjap. Energjia e saj të ndihmon të jesh i organizuar, produktiv dhe i përqendruar te detajet. Si një shenjë tokës, ndihesh në harmoni me ndikimin e Virgjëreshës, i cili të jep durimin dhe disiplinën e nevojshme për të përfunduar çdo detyrë me sukses. Sot është një moment ideal për të bërë hapa të vegjël, por të sigurt drejt objektivave të tua. Mos u shqetëso nëse rezultatet nuk duken menjëherë ose nëse puna që po bën nuk të sjell duar trokitje. Ti je një person që mendon afatgjatë dhe e di se suksesi ndërtohet me përkushtim të vazhdueshëm, jo me nxitim. Në punë, çdo detaj që kontrollon dhe çdo detyrë që përfundon me kujdes do të kenë rëndësi në të ardhmen. Në aspektin financiar, është një ditë e mirë për të bërë plane, për të organizuar buxhetin ose për të menduar për investime që do të japin frute me kalimin e kohës.
Edhe në jetën personale, mos e nënvlerëso fuqinë e gjesteve të vogla. Një bisedë e sinqertë, një preptim i mbajtur ose një veprim i menduar mirë mund të forcojë marrëdhëniet me njerëzit që ke pranë. Në fund të ditës do ta kuptosh se çdo hap i vogël që e sot, po të afron më shumë drejt ëndrave të tua. Mos u krahaso me ritmin e të tjerëve. Ti po ndërton diçka të qëndrueshme dhe të vlefshme. Yjet të kujtojnë se durimi, përkushtimi dhe këmbgulja janë çelësi i suksesit tënd, dhe rruga që po ndjek do të çojë drejt rezultateve të mëdha. Ujori. Kjo e premte të fton të ndjekësh kurreshtjen dhe dëshirat e tua të brendshme ujor. Kjo është një ditë ku duhet të japësh më shumë hapësirë gjërave që të frymëzojnë dhe të sjellin gëzim. Nëse ke një ide krijuese, një projekt personal ose një hobi që ke dashur ta provosh, mos e shtyj më. Lejoje veten të eksplorosh dhe të shprehësh anën tënde unike. Energjia jote sociale është gjithashtu e theksuar. Nëse ndjen dëshirën për të dalë, për të takuar miq ose për të kaluar kohë me njerëzit e dashur, ndiqe atë ndjesi. Një bisedë e këndshme, një takim spontan ose një moment i thjeshtë me ata që të kuptojnë mund të sjellë shumë pozitivitet. Edhe pse ndikimi i vëgjeres është të shtyn të analizosh çdo gjë dhe të kërkosh të jesh gjithmonë produktiv, sot yjet të kujtojnë se jo çdo gjë me vlerë duhet marrë me rezultatet konkrete. Argëtimi, pushimi dhe momentet që të bëjnë të lumtur janë gjithashtu pjesë e një jete të ekuilibruar. Mos lufto me emocionet e tua dhe mos u ndje fajtor nëse dëshiron të bëj diçka vetëm për kënaqësi. Ndonjëherë mendja ka nevojë që të çlodhet në mënyrë që të lindin ide të reja dhe energji e freskët. Sot vendose lumturinë tënde në plan të parë. Një aktivitet që të mbush me gëzim mund të jetë pikërisht ajo që të nevojitet për të rikthyer motivimin dhe frymëzimin. Kujto se edhe momentet e bukura dhe të thjeshta janë një investim i rëndësishëm për mirëqenien tënde. Peshqit. Kjo e premte peshk të kujton se edhe pse ke pasur një javë shumë produktive dhe ke punuar fort për të arritur qëllimet e tua, nuk mund të jesh gjithmonë në lëvizje. Është e rëndësishme të gjesh ekuilibrin mes përgjegjësive dhe jetës personale, sepse nëse haron të pushosh, lodhja mund të fillojë të ndikojë në energjinë dhe humorin tënd. Gjatë ditës mund të ndjesh nevojën për të shkëputur pak mendje nga puna dhe për të fokusuar te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Sot vëmendja jote zhvendoset drejt shtëpisë, familjes dhe marrëdhënieve me njerëzit e dashur. Mos lejo që detyrat dhe angazhimet të marrin gjithë kohën. Në dashuri, kjo është një ditë e bukur për të krijuar momente të veçanta. Nëse je në një lidhje, organizoj një takim romantik me partnerin, një darkë të qetë ose thjesht kaloni kohë duke folur dhe duke afruar më shumë me njëri tjetrin. Nëse je beqar, një takim me njerëz të afërt ose një dalje spontane mund të sjellë emocione pozitive. Gjithashtu mund të ndihesh të thirrën për të parë një familjar që nuk e ke takuar prej kohës. Një vizitë, një telefonat ose një bisedë e sinqertë mund të të sjellë shumë ngrohtësi emocionale. Për këtë ditë, yjet të këshillojnë të mos ndjekësh vetëm suksesin dhe detyrat, por të ushqesh edhe zemrën tënde. Koha që kalon me njerëzit që do është po aq e vlefshme sa çdo arritje tjetër. Në fund të kësaj dite do të kuptosh se lumturia vjen nga momentet e thjeshta dhe nga lidhjet që të bëjnë të ndihesh i dashur dhe i vlerësuar. Ky është parashikimi i yjeve për 12 çënjat e zodiakut për ditën e premte 17 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.